Përshëndetje. Eno, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Si e? Mirë. Si shkoi rruga? Po, ishte shumë mirë, shkurtër, sa lart e poshtë dhe Direkt nga Vjena. Po. Apo jo, për food lovers. Erdhe se kemi një recetë për të gatuar apo erdhe se të ftoj Ardeta, se tani jam në dyshim. Erdha sepse kam atë shumë uri, kështu që të shohim çfarë ndodhi. Që unë me zor po të prisja, edhe nuk kam ngrënë. Okej, do të jemi në të njëjtën situatë bashkë. E di çfarë do gatuajmë sot? Jo, nuk e di akoma. Tani, kjo ishte ideja ime, unë kam zgjedhur një risotto, duke patur parasysh që balerinët nuk duhet hanë shumë rënd, pasta jo, po edhe mishi nuk e di, isha në dyshime, kështu që thash një risotto është e lehtë, po për ta gatuar ndoshta ajo që thjesht po ne doja dalje. Okej, me shumë kënaqësi. Po. Çfarë më kushi? Pastaj. Dhe kështu më thej që udhtimi nuk zgjati shumë, ë? Jo, shkurtër fare. Në fakt është shumë afër. Po, një orë e 10 minuta diku. Se shumë, nuk është shumë. Vjen shpesh në Shqipëri apo si e ke? Vi në verë, jam gjithmonë këtu, por edhe kur kam shumë projekte të ndryshme. Kurse këtë radhë çik eventi pak ndryshe. Tani kjo ishte ftesë veçantë, s'mund ta refuzoje. Ti mbushim gotat? Po. Që ndërkohë neve kemi si traditë këtë që para se të fillojmë të gatuajmë, ne mbushim verën. Sepse nuk gatuhet pa verë. Është më bukur kur e bëjmë një gëzuar, ngrohet pak atmosfera. Kemi zgjedhur dhe një verë fantastike sot, po do ta flasim më vonë. Gëzuar dhe mirë se erdhe. Gëzuar, mirë se gjeta. Edhe shpresoj që të bësh risotton më të mirë tjetër sonte. Shpresoj edhe unë. Nuk është aq e vështirë, tamam. Super. Ne gotat I mbajmë gjithmonë këtu. Gjithmonë afër. Edhe po. Që edhe kur gatuajmë, po edhe një kohë kthejmë. Të gjithë food lovers të këtë momentin e shijojnë shumë, sepse janë duke pirë, duke gatuar, duke folur, pra është kjo atmosfera që prandaj quhemi food lovers funditës. Super. Kështu që jemi gati të fillojmë risotton? Patjetër, unë jam gati. Si ke marrëdhënie me gatimin? Unë nuk jam kuzhinier I përsosur, si themi, di të bëj një 2-3 gjëra, po sigurisht dua disa, të më thonë se çfarë duhet bëj nga fillohet, domethënë edhe Një risotto është gjithmonë edhe elegant, që ty të nxjerr nga situata, ti mund ta gatuash për bashkëshorten, që mund ta impresionosh me një risotto elegant, kështu që do të vlej këmbësim. Po me shumë jam gati të më thoj. Neve kemi shefin që na ka ndihmuar për të na I bërë pak gjërat gati, se tani nuk do t'i bënim gjitha dot shpejt. Atëherë, risotto, ne kemi risotto me fileto vici, pra për të marrë dhe proteinën që ty të nevojitet, por edhe pak karbohidrate, por në të njëjtën kohë një pjatë elegante, jo e tepruar. Këtu kemi qepën, kemi pak hudhër me vaj ulliri, orizin, karnaroli që përdorim gjithmonë për risotto, kemi fileton e vicit, gjalpin, selinon. Pastaj kemi parmigianon edhe pak lëkur lajmi që do t'ja idhem në fund. Gati? Super, unë jam gati. Kjo është your cutting board. Është e imja kjo? Po, kjo është e imja. Po, mos u streso se shumë e thjeshtë. Apo, të heqim gjaketën? Po, më mirë duhet ta heqim gjaketën. Me kujdes, unë në prishën flokët, se ne kemi të rëndësishme edhe këtë pjesë. Patjetër. Ana estetike, që para. Aty fillon, për të funksionuar gjëja mirë pastaj. Unë ndihem shumë mirë me këtë. Kjo përparsja nuk është veshur më me elegant, më duket si uniform paleti. Të shkon shumë. By the way, do kesh një gift përparsën e food lovers, që ti të gatuash për njerëzit e tu dashur, me përparsën e food lovers. Po më fut në punë duket me këtë përparsë. Po, është një iniciativë e bukur për të të shtyrë ty për ta veshur përparsën. Shumë kënaqësi. Është e bukur, prandaj njerëzit kanë qefti veshin, edhe pse pastaj vjen në përgjegjësia e gatimit. Po nuk është aq e vështirë. Profesioni kuzhinjerit. Nuk është aq e vështirë. Tani, le të fillojmë me të dyja bashk. Okej, atëherë ti do fillosh me pjesën e qepës, vaj ullirit. Kemi pak vaj ulliri. Që në ta hedha dy brenda? Po, të gjithën. Të gjithën, okej. Sepse I kemi bërë për 2 persona, kështu që mund ta hedhësh të tërën.
Edhe kjo është për na treguar edhe aftësitë tua edhe për te i baletit, se në balet e din që je the best. Se si e mbaj apo. Kjo është elegancë, po çdo gjë ka elegancë. Pastaj un kam parë një gjë që ato elegancën që kanë balerinët, nuk e ka asnjë profesion tjetër, sado që është i vështirë, sfidues etj. Sepse për fatin tim të mirë, unë kam vajzën balerinë edhe kam parë kështu nga afër shumë procesin. E vërtet, e vërtet. Edhe si një dëshirë ime mbetur në tentativë, por që e adhuroj, sido që t'jetë. Atëherë, ne do fillojmë sa do na nxehet pak. Këtë rrezim është shumë i thjeshtë, që sa të filloj të marrë kjo temperaturën. Okej, në të njëjtën kohë ne mund të bëjmë edhe pjesën e orizit, që të ecim paralelisht që të mos vonohemi. Okej. Sepse thamë që na hahet apo jo. Mund ta trazoj edhe unë çik kështu. Po ti do ta trazosh. Që të dukem edhe pak që ditë gata, e kupton? Ajo është pjesa jote, është terreni yt, po ke nevojë për ndihmë thuaj, se unë do ta bëj më rrëmuj se ç'është, po gjithsesi meqense jam e zonja e shtëpisë. Ta lë brenda lukën apo ta lë? Unë zakonisht në shtëpi e bëj kështu. Tani nuk e di se sa vend zë kjo për shefat, po unë kështu e bëj. Kuptoj. Ose më njan, por që zakonisht gjithsesi derisa të nxehet ajo. Shkurt, po pra, po. Do të pak warm up. Ma thuaj pak si e ke marrëdhënien me gatimin, me kuzhinën, me recetën tënde të preferuar. Unë nuk është se gatuaj shumë, po ka janë një dy gjëra që i kam mësuar. Pas kam ndezur këtë ndërkohë, e kupton? Që po e kuptu. Më janë një dy gjëra që ditë gatuaj, që më mësuar mami, është pasticcia dhe byreku. Janë dy gjëra shumë të thjeshta. Por që unë i haja shumë kur isha i vogël, edhe që atëherë më ka ngelur i tash mami domethënë do më mësosh sepse më kujtonin dy gjërat që unë i dua më shumë se ti. Po. Po. Që vetëm këto dy gjëra ti bëj tek këto gjëra të vogla. Se janë të dyja brumra. Po ashtu jemi rritur me brumra që më fillim. Po që ti nuk ke asnjëherë probleme me këtë pjesën e me menaxhimin e peshës, me këtë të mbajturit një lloj. Varet, çdo trup është ndryshe dhe çdo balerin ka atë sistemin e të ngrënies e ka ndryshe. Deri tani nuk kam pasur probleme dhe gjithmonë jam munduar që të haj normal në thonjza të themi, por nuk se kam bërë një ndërkohë kjo duhet ta ndiqet, ë? Apo do ta prezojmë sik, ë? Tani kjo e ka marrë temperaturën, kështu që duhet të hedhim te hudrën, të vazhdojmë hudrën. Por në të njëjtën kohë, më duket se duhet ja ulim një çik nxehtësinë. Në të njëjtën kohë duhet të presim edhe selinon edhe mishin. Ti do bësh selinon apo mishin? Kë ke qef të bësh? Selinoja është kjo këtu? Meqense je gesti, po të lë të zgjedhësh. Se unë për elegancë do zgjidhja të bëja selinon. Unë apo ti? Unë. Okej. Po mi unë po bëj mishin atëherë, po marr mishin. Tash çfarë do të bëj mishit unë? Me thjesht do ta presim në fije më të vogla. Në fije të vogla. Po. Atëherë unë po marr selinon. Okej. Thjesht që për të na u gatuar më shpejt, do e bëjmë në fije më të vogla. Kështu që thjesht vazhdo, po në atë formë. Perfekt. Edhe pak më imët. Okej. O zot, po bëj unë shefen sot, si është e mundur. Do të themi sekret, që e kam mësuar nga shefat. Kur bëjmë risotto, gjithmonë e hedhim orizin pa yndyrë dhe pa asgjë, me tiganin bosh, që të marrë nxehtësinë e dur dhe pastaj i shtojmë vajin edhe procesin që do ndjekim më vonë. Okej, ja këtë se dia domethënë. Më ka rënë mua të bëj ekspertën sot edhe pse s'më pëlqen. Nuk e mbaj më kur kam prerë mishin për herë të fundit. Po në shtëpi nuk gatuan fare apo sipas rastit? Jo. Gatuan në shtëpi. Groja. E pas ke të zgjidhur hallin. Po, se nga që jemi tërkohës të ikur edhe të gatuarit është një çik impenjim, me thënë drejtën. Dhe sidomos kur nuk e ke shumë qejf dhe kur duhet ta bësh është akoma edhe më shumë impenjim. Po ti jep edhe pak stres ajo, nuk e di, apo më duket mua që s'di të gatuaj. Është ajo, po edhe me gjithë impenjimin që ne kemi sot, se kam përshtypjen dhe ti mund mbarosh provat shumë vonë, nuk e ketë mundur edhe të kesh gjithë kohën. Nuk na mjafton koha, si themi. Kështu që do ta pres të gjithin, ë? Po, pri edhe ca. Për dy persona, kështu që do na duhet edhe pak. Mos ta kursejmë, se kemi super fileto. Okej, perfekt. Dhe shtojmë krip.
Tash e mora vesh në profesioni im, jarësim është kuzhinjer. Ja, do të pyes në fund, se kështu në fillim nuk duket keq, po jam kurioze deri në fund si do jetë. Fillimi është gjithmonë mirë, pastaj nga fundi nuk e di. Po jo, e kemi thënë, fillimi mirë është gjysma e punës, kështu që po nisi mirë do shkoj. Thjesht i ulim këto temperaturat për të mos e djegur, për të mos i vënë flakën. Krip i hoda do të jetin pak piper, jeshil në këtë rast. Okej. Besoj dhe pak krip duhet t'ja shtoj. Si po shkon? Dërë tani, i kemi të gjitha gishtat në vend. Stres apo e ke marrë me sportivitet? Jo, me sportivitet. Edhe këtë të fundit do ta presim apo jo? Po prije, me që e ke nisur. Se që nap të rritat. Mos ta lëm aty. Në fund të fundit, sido që ta bëjmë, do ta konsumojmë, kështu që nuk do bëjmë sigur do na pëlqejë edhe po se kemi bërë të mirë, apo jo? Jo, do bëhet shumë më mirë, patjetër. Saj duhet i shtojmë pak ujnë që kjo të filloj zjerjen. Do më dimosh me atë ujnë aty? Këtë Pa, këtu, po, perfekt. patjetër. Okej. Du të shpërthej flakat. E kontrolluar. Do më thëmë, uji hidhet në fund. Po, që në fund, më vonë, si temi. Me qënë se ne do t'ja bëjmë salcën më vete, këtu thjesht po përgatisim orizin, pra që orizit të zjeja që sa nena duhet, dhe pastaj komplet të pjesën tjetër e të mënyrës gatimit, që do t'i jap gjithë shihen risotto, se praktikisht ne këtu vetëm po zjejmë oriz. Pa. Do ta kemi këtu. Okej. Kështu që këto do lëm të zjej ngadalë. Unë lugën për vë prap këtu. Po më bërtiti gjë shefi janë, sekret. Herën tjetër nuk do ta bëjmë. Okej, e ishi, ti ja dole, unë s'kam prerë akoma se Lino, qa bëjmë kështu? Atëherë, vazhdojmë të një qik me këtë, ti ndërkohë shtoj hudrën. Hudrën, t'ja hetë të gjithën, apo ja? Po. Mirë? E konsumon hudrën? Po. Hudra është e mirë, edhe për ne balerinët. Në fakt është shumë e mirë, po neve limitohemi pak me pjesën e aromës, disa edhe të tensionit. Për shembull, unë duke qenë se kam tensionin shumë të ulët zakonisht, nëse konsumoj pak në darkë, unë pastaj më zë gjumi shumë në mënyrë e përdor dhe si kur dua të fle më shpejt, e kam si ilaç. Kam përshtypjen që e kam bërë mirë. Edhe pse nuk ka kusht të na thot si e kemi bërë. Tash kjo po zihen. Po, do të hedhim pak. Sa të zbutet e pak silinoj, do të hedhim mishin, se duke qenë se mishi krijon pak më shumë lëngje, i zbut perimet më shpejt. Okej, baje pa. I hodhëm krip aty apo se mban mend? Krip? Më duket se nuk i hodh. Nuk e di s'mam. Nuk i hodhëm, Mino. Nuk e vura re. Do të shtojmë të këtu pak piper. Me qënë se unë jam fan se piperi, po ty nuk e di. Jo, unë edhe piperi, nuk kam problem. Nuk jam armik i piperit. Okej. Që kësaj ne mund t'ja shtojmë mishin që të filloj të bëhem bashkë gjitha. Mund të përdorsh të spatulën. Po aroma është... Aroma po dhudhra aty, aroma pastaj është... Po edhe selinoja, krijon goxha aromë, në fakt. Unë deri këtu mendoj që jemi mirë. Po, deri kemi harruar ndonjë gjë? Po, kemi harruar, më duket se godën. Kemi harruar bindi. Mirë që u kujtove. Super. Okej, super. Të gjithën, e? Po, ku e ke kaluar fëmirin, e no? Fëmirin deri në moshën 16 vjeçare në Shqipëri. Se mua më duket sikur fëmiria janë pak a shumë e gjithë dhe lidhet pak me fshatin, se edhe ato që kanë jetuar në Tiranë kanë patur gjithmonë gjyshrit në fshat dhe domosdoshmërisht. Unë domethënë gjyshrit si nga ana mamet dhe babet nga Vlora i kanë pasur. Edhe po prapa i mentaliteti, mënyra se si flisin ose si mendonin. Shkoje në Vlora apo jo? Shkoj. Edhe tani shkojnë në Vlorë.
Shkonim me prindrit atë kur isha i vogël, kalonim ditët pushimet verore, shkonim në plazh, po, patjetër. Po pjesa me gatimin e Vlorës, çfarë mban mend? Ups. Me gatimin e Vlorës nuk mbaj shumë, vetëm detin mbaj. Po mirë, detin edhe frutat e detit. Edhe frutat e detit, normal. Po kështu nga gatimi. Do ta trazosh apo jo, se s'të mbaj me hatër, çka dish. Patjetër, trazimi është gjë më e thjeshtë. Mendoj unë. Trazojmë, teta, trazojmë. Okej. Mirë, unë besoj që ajo do edhe pak që mishi të bëhet, ose t'ja rrisim dhe qik temperaturën. Çfarë bëj unë në shtëpi? Se po t'i pyesë shef ato holl, do të thonë merkon e vet, nga dhe unë s'kam aq nerva me thënë drejtën. Nuk ke shumë durim. E çoj në maksimum. Okej, që të bëhet shpejt. Më shumë e djeg se sa e bëj, po nejse. Fëmijët e mi nuk kanë kohën, edhe ka një të mirë që sa herë që ulemi për të ngrënë thonë të lumshin duar. Kjo është nuk e di thonë nga halli apo e thonë që se ju shijon vërtet. Ma mendja. Ke qenë nazeli me ushqimin? Po kam qenë shumë nazeli. Shumë, bile mami ka vuajtur shumë me ushqimet, sepse mamit i kam vënë dhe një epitet. Aha. Do ta them pse. Ja kam vënë emrin Tule. Pse? Se kur isha i vogël, më pëlqente ta mishin, po dhjamin nuk e duroja dot. Edhe i thoja, mami ma bëj mishin fije, vetëm Tule, i thashon. Edhe kjo ngeli ditë për ditë i thoja Tule, edhe filloi pastaj emrin epitetin e mori mami. Se interesante, po ti që para se të bësh balerin, ti dije që dhjami do e hequr. Jo, nuk më pëlqente, nuk e haja dot. Nuk e di, kisha duket se ka një gjë këtu që ti më diçka psikologjike duket e lidhura, nuk e di, po nuk më pëlqente që atëherë. Bile edhe tani nuk e haj dot. Po duket. Është mënyra se si ne rritemi, kujtimet e fëmijërisë, aroma ushqimeve, shumë të unë mbaj për shumë mirë që i vogël ushqimet e mamit, gatimet. Bile ato ushqime që ajo bënte atëherë, edhe tani kur shkon në shtëpi, ajo është shtëpia për ty, pra kur ti konsumon ushqimet e mamit. Ndjem ta mama, ndje atë ngrohtësinë e fëmijërisë, më të kthen ato vitet që kanë qenë më përpara, dhe është diçka që shpresoj ta kemi gjithmonë. Shpresojmë patjetër. Qyshja apo mami, kush gatuante më mirë? Edhe gjyshja gatuante shumë mirë, po nga që... Mos i ngeli hatri as gjyshës, apo jo? Jo, gjyshja gatuante shumë mirë, por mami, dora mamin pëlqente më shumë. Dora mamin është dora mamin. Kjo është e bukura në fakt. Shikoje ta trazojmë që mos të ngjitet. Se ndryshe bëjmë në i gabim. Ke bërë ndonjëherë ndonjë rrumuj të parë që e ke kthyer kuzhinën përmbys, siç bëjnë fëmijët që derdhin, ndjegin, i vën flakën në shtëpi? Këtu, si themi në Shqipëri jo, po në Vjenë, se kanë qenë ato fillimet e mia të para, duke mësuar të gatuash si bëhen këto gjërat, edhe sigurisht që kemi djegur plot gjëra. Ti kur i ke vetëm apo jo? Unë vetëm i ka pa. Kështu që ty të desh përballesh me ato fillimet edhe gatuarit edhe të larit vet. Të gjitha. Ishte diçka domethënë që kanë qenë ato trazirat e në të shtatës, prandaj ika. Ti ke në të shtatë. Kur shkova atje, më desh të hapja një libër të ri komplet, edhe të rishkruar të gjithë historinë time, sepse nuk njihja njeri, nuk njihja mentalitetin, nuk njihja gjuhën, nuk njihja mënyrën e të menduarit se si funksiononin ata. Kështu që thash, okay, filloi jeta ime e dytë. Kam përshtypjen që atëherë është ai shoku që ti një herë je i ri, adoleshent dhe i papërballur me një jetesë të jetuarit vetëm, dhe ndërkohë që përveç se të jetosh vetëm, jeton dhe një vend tjetër, që është një tjetër kulturë totale, të përshtatesh, të integrohesh. Se vetëm kur përshtatesh, vetëm atëherë ndihesh dal nga dal vetvetja dhe mëson shumë gjëra pastaj. O për ty është më thjesht pastaj mbasi ti kupton se si funksionojnë këto njerëzit. Po, shumë rëndësishme. Po gjuha do të ketë qenë një tjetër, unë nuk e di se si mund ta mësosh gjermanisht. U futa në shkollë sepse duhet të vazhdoja shkollën atje, edhe po ka qenë shumë e vështirë. Sepse gjuha gjermane nuk ka ritëm, si themi, nuk ka ritëm. Unë nuk e kam kuptuar kurrë, me thënë të drejtën. Edhe çik me cepa, me kuadrate e gjëra, edhe është pak kur e dëgjon për herë të parë, duket pak e rrept. Por mënyrën e shprehurit, kur e mëson tamam, është më e përshtatshme nganjëherë për mua, sesa nga gjuha shqipe. Hajde provojmë një çik si do duket, ka zir, s'ka zir, ka krip, s'ka krip.
pak al dente. Si e preferon? Al dente, po jo... Jo dhe kaq, kam përshtypjen që edhe 5 minuta i do. I do. Super. Do dhe krip. Krip dojnë qikë. Për mua. Më duke se dal nga dal po bëhet gati. E shikon? Nuk është që Do më thënë e kanë trazuar shumë mirë. E kemi qarë. Për gjithë ato që do na shohin, do jetë shumë interesante si gatuan një balerinë. Ti mendon se do gatuaj këtu me hapa, me gjëra, po edhe ashtu mund ta bëj. Pse jo, do ishte interesante. Bën diçka kështu. Po pra se në mënyrë rutinë gatuajnë të gjithë, po kush bën një gjë më të bukur, bën një piruet, bën një ballëzi. Nëse ne fillojmë balerinat, gatuajmë ashtu siç kërcejmë, nuk hahet pastaj. Jo, nga përshtypjen që shefa duhet shkonin në shtëpi pastaj. Do ta qanë si kërcimin. Kërcimin, po jo gatimin. Po mendoj që duhet zbuluar. Duhet parë. Po. Mos e paragjyko veten. Unë besoj që kjo do dhe pak ujë që të zjedhe një çik më shumë. Provon gatimin ku gatuan apo jo? Kemi hedhur, si kemi hedhur, u bë mishi, s'u bë. Nuk ka prap kri. Shka bë? Mund të hedhëm që kri, pak. Okej. Risotto është pothuajse gati. Tani, do t'ja shtosh ti verën saj? Si ftuar, ke nderin. Okej, shpresoj Do t'i hedhit pak a shumë një gotë verë. Vetëm e ditën sa ti hedh. Kështu që go. Mjafton. Super. Tash do ta trazojmë. Kamera automat. Do ta trazojmë tash? Po do ta trazojmë. Ndërkohë do marrësh pak gjartin mua. Patjetër. T'ja shtojmë. Do gjejmë spatull. Gjarpin të risotto në kam shumë qefe dhe nuk e mastu, e lëshoj dorën, totalisht. Po edhe një çik shije gjalpi apo jo, më duket mua të çfarë. Shumë shijeje, për risotto pa gjarp nuk shkon fare. Më del pilaf pastaj. Ndërkohë këtu do ta largojmë. Po zihem edhe ne këtë një çik. Po, tani të gjitha bashkë. Të gjitha bashkë. Okej, gjalpi u shkri. Në për siguri, po e provojmë një qik. Dhe si shefa. Në shparkar. I besim të kom. Patjetër. Do t'jetim të pak djathtë. Ja, okej. Dhe ndërkohë që ajo do të na zjej. Nëjë, thash që është një qik pjatë e letke, po prapë në gjitha të gjallë në gjithë atë parmigiano. Një nuk i ta bëj këtë mantekimin që e quajnë shefa, po do përpiqem. Spatën më mirë. Okej. Mirë, ju keq, ju keq. Po vazhdoj të trazojmë një. E lëmë të pushoj edhe pak. Okej. Kjo është gati për salsa. Në salsa do dhe një qik. Kjo do dhe një qik, e? Okej. Dhe ndërkohë që ne presim. Nice. E largojmë. Super. Që temperaturë jemi këtu me? E ullim dhe pak. Vete 2 minuta dhe jemi gati dhe më në fund riston herë të fundi. Super. Po mi kemi një qik kohë edhe për një... Edhe për një gëzuar, kemi kohë edhe për një ballëzim madje. Patjetër, ja, sa të marrëm verë një qik. Po ditë kërcesh valës? Ke kërcyer një valës, apo jo? Po, kam kërcyer, po kjo do të thotë që unë mund të di, kështu që tani do ta provojmë që përpara një të përgjegjësie përcaktojmë që që unë të bëj kompetenten. Gati jam. Mirë.
atalier. Edhe ku në kuzhinë? Jo, në kuzhinë jo. Në kuzhinë jo. Okej, unë mendoj që jemi gati. Tani është momenti të vërtetës. Okej. Risotto në kemi super. Okej. Tani, tu da fikim. Dhe do bëjmë pjatën, kemi bërë shumë rumuj, unë paktën, ti jo. Edhe unë, nuk e se kam bërë shumë, po. Ta largojmë. Ti e ke mirë, po prapë, me që se do bëjmë pjatën të tu. Do të heqim gjitha këto, po jo? Nuk s'ka gjë, e bëjmë kështu. Pjatët të sosës. Okej, ne jemi gati. Kjo është bërë perfekt. E ke qare, no e ke qare. Me trazimin tim. Më shiko mua, me që se jam specialistja vetëm këtu. Edhe risotton e kemi qarë, se doj që tjetë. Kush mund të thotë që jo njerë? Okej, po edhe një qik. Tani, që kam parë unë dhe shepet, bëjmë një trik të vogël, që e kam parë që shepat e bëjë gjithmonë. Ne do të bëjmë më fort, por nuk dua të thyej pjatën, as dorën. Ndërkohë që ti do bësh pjatën tënde ose time. Mund ta konsiderosh si duash. Unë po vazhdoj me salsa. Do bëj atë që bëre ti, po shpresoj. Do bëj një lukë të kam aty. Okej. Marrë një lukë vogël. Shumë e bukur. Do t'i bie ta unë tash. Po, e meriton t'i bie. Ja, ti bërë super, bërë më shpejt. Water risotto kemi bërë. E kemi qarë. Si me ndonë? Super. Është madhe E kam unë jote. tash. Merë të pak i ndyrë, do me thënë nga ajo salsa që është krijuar. Sa zili do na ketë tani, kush është hungry? Kush është për të ngrënë? Unë i pari. Tani si delikat që je, mund të marrësh një pincet aty dhe ti rregullosh këto të sirtari. Super. Janë punë delikate që ti mund t'i vendosësh, t'i dekorosh si duash. Me këtë që janë të. Super. Po edhe pak mishun. U përfitoj nga rasti. Nice. Pak djath prap. Pak parmigiano. Wow. Nuk e di do me thënë. Shi. Ti edhim edhe pak... Që t'i jedhin? T'i jedhin parmesan, ha? Po. Po. E ke qarë këto koreografinë e risottos. Prisja bëjnë ata kështu. E ke qarë. Do jedhim dhe pak lëkur lajmi. Mund ta dekoroj me pak kopër, mund ta marrësh pak kopër aty. Wow! Nuk më bajt do të s'kjo. Edhe t'ja hedhin kështu? Kapsja. Po, pak tu, pak aty, si është për t'i do një ngjyrë. Wow. Edhe shefa do në kënë zili sot, jo më publiku, jo më food lovers. Magjike. Nuk e di. Edhe aty t'i hedhin, apo jo? Po, kjo është jep shumë aromë, në fakt, të bën shumë të freskët. Wow. Kisha menduar ndonjëherë që do bëj the best risotto? Jo, e parë, do ta mbaj mend këtë tash. Do bash mend të reseta, do i habisësh miqt. Super. Do më japësh mua pak kopër? Patjetër.
Erdhi momenti I shumë pritur për të ngrënë. Pa fjalë. Perfekte. E meriton, të lumshin duart. Se që unë sot mësova diçka se si bëhet risotto me sosë edhe me mish me këto gjërat. Është shpresoj ta maj mend që kur ti kin vim për tani Besoj që do të shikosh videon. Do ta shikoj atë video. Do ta vendosim recetën aty se çfarë përdorëm, si e bëm dhe ti pastaj Po videon do ta shikoj disa herë. Do bësh një balerinë risottoja. Gëzuar. Marrim pjatat edhe në tavolinë. Po në fund. Erdhi koha të ham. Po. Erdhi koha të shohim çfarë kemi bërë, unë zor pres. Edhe unë. Tani që energjinë e mirë kemi hetur, kjo s'diskutohet. Super. Shumë e mirë. Po e që s'është po dhe. Unë e kam trazuar shumë mirë. Jo, e ke bërë shumë përpjekje për të bërë kështu si çka dalë, është vërtet e mirë. Super. Ti mbushim pas kohë? Të lumshin duart edhe mirë se erdhe, prap këtu në tavolinë. Faleminderit dhe faleminderit për mundësinë. Risotton e ke qartë, është e vërtet. Shpresoj të kesh të marrësh guximin që ta gatuash për dikë tjetër. Patjetër, shpresoj të maj mend të gjitha ato që mësova sot. Që të jesh komplet independent edhe ta bësh nga fillimi në fund. Do ta mbaj mend. Të thash në fillim që kemi zgjedhur një verë speciale, sepse është vërtet speciale. Është një sugjerim I somelierit ton, sekret edhe ky somelieri, kemi gjithë sekret të shefës somelierët. Dhe rekomandoj për neve një rosso di Montalcino. Shumë. Duke qenë se kemi një pjatë, një recetë italiane, sigurisht dhe vera duhet ishte italiane për të bërë atë kombinimin e duhur. Një verë e zgjedhur nga zemra e Toskanës, nga kantina Lisini, një ngjyrë e thellë rubini, aromë delikate. Po ta, ndjesh me këtë përshkrimin, ta ngacmar pa kuriozitetin. Po tash ndjesia do jetë çik më ndryshe. Po në fakt është shumë interesante kur ti e kombinon me ushqimin, sepse një nga këshillat që neve na japin somelierët është që vera duhet të ketë balancën e duhur me ushqimin. Pra nëse ti konsumon një ushqim me aroma të forta, me erëza të forta, sigurisht dhe vera duhet jetë në të njëjtin nivel për ta balancuar. Dhe kur ti merr një glëng verë, shija në fund duhet jetë neutrale, pra nuk duhet dominoj as ushqimi as vera që ty të mbes njëra nga shijet më të forta. Atëherë kemi bërë atë kombinimin ideal. Edhe kuzhina që nga arti ndërlikuar, Po në fakt po art është, kështu gjë. Art, patjetër. Ti je mësuar me art. Nëse kërkon për intervistat e Enos, shesh shumë pak. Gjithmonë I rezervuar, gjithmonë I tërhequr, sidomos për jetën tënde personale, shumë hermetike. Nuk e di nëse nuk të është dhënë mundësia, apo ti nuk e zgjedhur të flasësh. Kam folur për mbase varet nga pyetjet. Varet nga pyetjet. Kemë merak, po të bëjmë një pyetje pak më të mendoj më që pikante se ç'duhet. Pjesa si themi personale më takon mua, po varet ka dhe gjëra që mund të tregon. Sigurisht, po kur ne kemi një model të bukur, pra që mund ta ndajmë si model suksesi dhe familja është një ndër nga ato, kështu që meriton të ndahet, aq sa duhet gjithmonë. Në gjuhën e kuzhinës ne themi gjella me kripa me karar. Vërtet. Le të përqendrohemi pak te karriera jote. Në fakt një karrierë brillante, duhet thënë, edhe gjej rasti ndoshta do ta them publikisht po edhe drejt për drejt, që je një nga ato artistët më të madhe që neve na ke bërë krenar.
Dhe në një vend si Vjena, që kam përshtypjen që nuk është fare e thjeshtë, pra nuk janë gjërat aq të lehta, sidomos të vish nga një vend si Shqipëria dhe të pushtosh skenat e artit botror, është arritje shumë e madhe. Faleminderit. Besoj që neve, në fakt, Shqipëria, ky vendi jon i bukur, i bekuar në shumë gjëra, pa dashur të fokusohemi te gjërat negative, na ka farkëtuar me disa element që mendoj jashtë nuk i kanë. Pra ne vim nga një sistem i vështirë, që her pas herë na është dashur ta ndërtojmë çdo gjë vetë nga fillimi me arritjet tona, me përpjekjet tona për t'ia dalë gjithmonë dhe për të arritur majat. Ka qenë kjo një favor për ty, që kur ti shkove në Vjenë, pra nga gjithë ai stili yt i jetesës, nga vështirësitë, të bërit art në Shqipëri, sidomos një djalë në balet, etj. Besoj kjo ka qenë një favor që ti ta kishe më të thjeshtë atje për të arritur suksesin? Favor nuk e di si mund ta them. Mund të ketë qenë një shtytje. Një shtytje sepse mbase edhe nga situatët që ne kemi kaluar në Shqipëri, që kanë qenë edhe në atë periudhë që unë kam ikur, nuk kanë qenë shumë të këndshme, pak a shumë. Edhe mbase ato vuajti që ne që unë ose edhe shumë të tjerë si puna ime, që kemi kaluar atje, kanë qenë një shtytje për të marrë një pikë synim në atë drejtim që ne kemi dashur të vazhdojmë në profesionin tonë. Si e kujton arritjen tënde në Vjenë? Dhe jam kurioze se si nga një emigrant në një moshë absolutisht vogël, ti gjen mënyrën të futesh dhe të shkollohesh prapë atje në shkollat e baletit, në shkollën e baletit, pra në atë nacionale në Vjenës, dhe ta rifillosh karrierën tënde atje, ikur nga një nxënës baleti nga shkolla e Shqipërisë apo jo? Po, vërtet. Nga shkolla jone e baletit. Po, ka qenë një situatë shumë e paqartë për mua, sepse hika nga një vend ku kishe shumë trazira dhe shkova në një vend ku lulëzon arti, muzika, çdo gjë. Dhe për mua, përshtypjet e para kanë qenë shumë të, si themi, jo thjesht të përballueshme, sepse në radhë parë ishin ato ndërtesat e mëdha. Shqipëria nuk ka pasur, po realitetin komplet ndryshe, ndërtesat e mëdha dhe mundohesha të shifsha nëpërmjet ndërtesave diçka, qellin ose detin që ne kemi që ata nuk e kanë. Edhe sikur më kufizonte edhe më fuste në një, më përpinte poshtë edhe më bënte shumë të vogël. Si themi, ishin përshtypjet e para, por ishte për mua ishte vetëm mënyrë. Nuk ishte rrugë zgjidhje ndryshe që të kthehesha përsëri në Tiranë. Ishte vetëm mënyrë dhe aty pastaj mora guximin që thash, okay, erdha këtu, tani do vazhdoj. Edhe hapa, si themi, një fletor ose një libër komplet, faqe të re. Faqe të re komplet, edhe fillova të shkruaja jetën time të dytë, si themi. Kujton një moment deciziv që ka qenë vërtet vendimtar për karrierën tënde? Një po ose një jo i dikujt që ti ndodhesh në momentin dhe në vendin e... Ka qenë një moment, domethënë, kur ka vajtur në Vjenë, në shkollën e baletit të Vjenës, që kam dashur të provoj, edhe unë shansin ditë atje. Kisha gati një vit që nuk ushtroja baletin për shkak të trazirave që ishin në Tiranë, në Shqipëri. Edhe normalisht kur e le baletin 1 ose 2-3 ditë, një vit është shumë. Kurse kur e le një vit pastaj nuk ke mundësi të përballosh, nuk rri dot në këmbë. Por për mua ishte vetëm mënyrë, nuk shifja dot mbrapa. E thash, okay, po e provoj. Shkova në shkollën e baletit, shkova në klasë, fillova të ushtrohesha me ata dhe kisha shumë përshtypsi sepse erdhi një moment, domethënë, që unë vetëm bija në tokë. Jo nga teknika e madhe që po bënim, po vetëm që të shkoja mos rezistenca e muskujve, vetëm të shkoja në roleve sipër të rrija në një këmbë, nuk rrija dot, sepse nuk kisha ushtrimin e dur, një vit pa bërë balet. Edhe nuk e di, kam thënë edhe në intervista të tjera që diku ke 30 e ca herë që vetëm bija në tokë.
Unë bia, po qosha me njerë direkte, sepse kisha piksunimin tim. Bia, qosha. Kjo shansi im o sot o kur? O sot o kur, nuk isha plan B, vetëm plan A. Edhe të gjitha nxënësit që isha dy më shikonin pak mua me fytyrë pak të ndryshe, me ishte ç'po bën ky, edhe mendonin që ky qen ka komplet i çmendur. Ata mendonin diçka tjetër, unë kisha në mendje diçka tjetër. Erdhi pasaj një moment që nuk e përballova dot më, vetëm duke rënë thash, okay, baleti s'qen ka për mua. Mora rrobat e mia, hika e futa edhe një të përplasur derës nga mbrapa. Alla shqiptarçe, edhe shkova poshtë, po më priste motra. Edhe ajo ishte një jo e madhe që ata akoma nuk e thanë, po për brenda meje unë ndjeja që ishte jo, unë nuk isha gati të bëja këtë profesion. Të përplasej realitetin në fytyrë që ti thua mbase nuk qënë ka kjo. Jo, edhe isha i bindur që nuk do bëj që. Edhe në atë moment pastaj kisha drejtorin e shkollës baletit dhe profesorin tim që vazhdoj më tej, më ndoqën më mbrapa edhe folën me motrën time se unë nuk flisja as gjermanisht, i thonë që ka shumë mangësira, normalisht, se një vit pa ushtruar. Për diçka pana do të këtë. Thamë, po ka shumë vullnet. Në më dhënë ata pana të rëndin time që bia qoesha, dhe thamë, do të aprovojnë një muaj, në qofë se bënë përmirësime këtë muaj, do të mbajmë. Edhe ato, ajo ishte bileta ime parë, aty fillova pastaj. Po, për të treguar dhe shfrytëzova çdo minutë nga mëngjesi deri në darkë, kam qenë vetëm në shkollë baletit. I vetëm që rria deri në darkë, se në shkollë baletit në atë moshë të lejohet vetëm deri në orën 2-3 të punosh. Domethënë punosh, të ushtrohesh, të bësh shkollë. Që ti stërvitesh në sallat e baletit. Sallat e shkollës baletit. Po unë e shfrytëzoja dhe shkoja edhe mbas ditën dhe natën që ta rria tamam atë piksunimin tim. Ta rria në nivelin që ishin shokët e tjerë, pra që ti t'ishe konkurent. Po. Edhe që në fund të fundit të merresh edhe unë vizën si student edhe të rria në Austri, filloj edhe unë jetën time, një jetë komplet ndryshe, siç. Kur fillove ti korrësh këto sukseset e këtij mundit, pra ajo që ti kishe mbjell, kur fillove ta shohësh që arti yt po vlerësohej, ti po evidentoheshe, po të jepesh një role, derisa ti more u pozicionove bindshëm në operën e Vienës. Momenti i parë ka qenë kur unë mora kontratë në Teatrin e Operës së Vienës, sepse ka qenë drejtori atëherë, ka qenë edhe i Teatrit të Operës së Vienës, po edhe i baletit të shkollës, të shkollës baletit të Vienës. Edhe i shkollës e i teatrit. Po, edhe i vazhdimisht këto 2 vite që unë ushtrohesha, e shikonte çik për mësimet e mia, si ushtrohesha, nga ana teknike, ana artistike. Edhe erdhi një moment që u takuam në ascensor, edhe tha, unë dua të kem në kompaninë time, tha. Edhe aty nuk e mora vesh. Ai fliste, po unë rria serioz. Prap ishe probleme gjuhën në të? Jo, ai ishte dhe italian, fliste dhe italisht, edhe unë flisja pak italishtën time. Normal, po, edhe flisnin pak. Ai fliste pozitivisht, unë s'ka mundësi, rria serioz, po priste të më thënë që një buzëqeshje nga mua që do më thënë po të marrë në kompaninë time. Unë akoma nuk e besoja. Edhe ajo ka qenë fillimi i parë që thash, okay, gjithë ky mundim, këto 2 vite që unë kam bërë në shkollën e baletit, po tregohet, do më thënë, vjen drejtori i operës baletit të Vienës, edhe më thotë që do të jap një kontratë në kompaninë time. Aty pastaj ishte një diçka shumë e madhe, aty pastaj më motivoi edhe më shumë, edhe fillova punën më të theksuar. Fillove ta besosh që me të vërtetë. Po, do më thënë bëm kam unë për këtë profesion. Sepse isha akoma në dyshime. Po. Këtë do të cilësoje si atë grand gjëten e jetës tënde? Kush është ai roli që ty të ngriti lart? Roli im që më ngriti kam qenë i vogël, kam qenë i ri, diku ka 21 vjeç, edhe kam kërcyer rolin e Spartakut dhe ka qenë roli kryesor. Dhe në atë moshë, normalisht që je shumë i ri, të kërces një rol kryesor që nuk je akoma i pjekur nga ana teknike, nga artistike. Por me sa duket koreografi, pa diçka ke unë. Ta besoj. Ma besoj dhe më dha mundësinë që unë të rritesha nëpërmjet këtij rolit nga ana teknike dhe artistike. Dhe ishte një shtytje shumë e mirë edhe shumë e favorshme për mua. Kjo s'do me thënë që neve nuk duhet ta Po, patjetër do ta provojmë dhe pa. Se në fillim po sikur po me zoro prisnim.
Nice, është e bukur që edhe të konsumosh edhe të flasësh pra, zërë se kemi darë për një darkë në fund ditës. Po, e vërtet. Vetëm me diferencën që kemi gatuar vetë. Duke ikur shumë i vogël, nuk e besoj që ti ke patur, ke marrë pjesë në pjesët e baletit në Shqipëri, pa ke patur një rol apo jo? Besoj ato rolet që jepen kur je i vogël, që bën një rol të caktuar, por që do të kuptoj pak të prapaskenat e një teatri, si i Vjenës, dhe prapaskenat e teatrit, si në Tiranë. Edhe pse Tiranës si mund t'i kesh parë pastaj mbasi je kthyer, po je kthyer si balerini i formuar. Po. E vërtet, unë nuk se kam qenë në moshën 16 vjeçare kur e lash Shqipërinë, por kur kam qenë në shkollën e baletit, era fundit që kam kërcyer ka qenë në teatrin Opës Balet Tiranës. Ka qenë, më duket se ka qenë 60 vjetor i shkollës baletit. Edhe aty kam kërcyer Vallën e Shqipeve. Edhe ka qenë diçka shumë e veçantë për mua, sepse ishte roli im i parë, që themi, në moshën 16 vjeçare, ishte diçka shumë më besuar, një rol shumë të madh për mua. Edhe ka qenë diçka shumë e veçantë. Sepse ishte era fund që kërceha në teatrin Opës Baletit, e para dhe e fundit. E para dhe e fundit. Edhe nga aty pastaj shkova në Ti vije ndërkohë nga një familje artistësh, pra ishte baleti apo arti pjesë e familjes tënde apo doli eno kështu si? Jo, fare, unë vi pak a shumë familje ushtarakësh. Unë si nga ana e mamet dhe nga babit i kam pasur. Pas ka një gjë ngjashme për nga disiplina. Do me thënë baleti kërkon disiplinë ushtaraku. Disiplinën e kam pasur sepse e kam marrë edhe nga familja, sigurisht edukimin. Por nga familja asnjë s'kam pasur artist, mamin e kam pasur dentiste, plus që mami frekuentonte shumë teatrin, shkonte shumë teatr, i pëlqente të këndonte. Bileta tani këndon ato këngët shqiptare dhe tradicionale nga jugu. Pra ajo spuntoja e parë erdhi, dua të kuptoj këtë lidhjen tënde me artin, dhe pse pikërisht me baletin, dhe pse pikërisht ti zgjodhe ti hysh baletin. Kuptoj, kam qenë shumë i lëvizshëm. Edhe më pëlqente gjithmonë të kërceja. Edhe kur kishim ditëlindjen me shokët, gjithmonë shkonin për ditëlindje dhe kërceja. Jo, çeshin këto kërcime të rock, rap, break dancing. Ti shfaqe talentin, po në një mënyrë. Po, edhe than prindërit, "Okej, po të shkojmë, po të çojmë në shkollë baletit." Me që do të kërcesh. Edhe takimi i parë ishte në Akademinë e Arteve. Edhe aty ka qenë Donald Martini. Një profesor, ka qenë balerin, edhe shkuam atje, unë ka qenë vitet 90 atëherë. Edhe kisha kasetën time, se atëherë ka pas kaset, nuk ka pas CD-a. Magnetofon. Po, me magnetofon. Kasetën time, i veshur kështu me pantallona të gjera, si ato vitet 90, edhe shkova aty. Kur shpërtheu kjo pjesa e rockut. Po. Edhe shkova në një nga studiot e Akademisë të Arteve, bëra kasetën, fillova duke kërcy. Bëra qullë në tjerë, gjithë ata duke më thonë, bravo, dhe më thonë, se panë që kërceva, po kërceva më shumë me emocion, me shpirt, më thonë, edhe e panë që kisha qef të kërceja. Edhe në fund pastaj Donald Martini tha, "Oke, do të çojmë në shkollë baletit." Edhe shkova me babin pastaj, shkova në shkollë baletit. Edhe po unë se kia nuk e dija fare se çfarë do të thoshte balet. Doja vetëm të kërceja. Pra ti doja të kërceja, por nuk e dije se si Nuk e dija si ishte baleti, si funksiononte baleti, çfarë duhet bëje, çfarë duhet përgatisje, nuk i dija ato gjëra. Edhe shkova në shkollë baletit edhe ishte një dhomë vogël aty, sa futem në shkollë baletit nga ana djathtë. Edhe u futa aty, edhe isha i veshur, isha gati nga Akademia e Arteve, që kisha kërcyer. Edhe thanë ato, "Në të njëjtën ditë, në të njëjtën kohë?" Më duket se ka qenë në të ditë, ose dita nesme, po isha i veshur, isha gati, përgatitur, kam marrë për kërcyer. Edhe thanë ato zhvishu, tha. Edhe hoqa xhaketën, tha. "Ma më zhvishu, tha." Thashëm, "Ç'a duhet të ikë më?" thashëm. Se kisha iden, ata donin që të unë të zhvishë komplet, thash. Ku jemi këtu, thash. S'po marr vesh. Ata kishin idendet sepse donin të shikonin trupin tim, donin të shikonin të dhënat e mia, a kisha premisa për balete, kështu gjërash. Edhe ishte ballafaqimi im i parë, edhe ishin çik ndryshe sepse nuk e dija që kërcimi ose baleti ka të bëjë me muzikë klasike, me leva që do të ushtrohesh, do të shtrish këmbët e këto gjërat. Edhe ai ishte, si themi, ballafaqimi im i parë.
Ç'do të thoshte balet? Po. Që të arrije të kërceje ashtu si doje, do të shkojë nëpërmjet një edukimi në shkollën e baletit që ishte një diçka shumë e gjatë. Po unë vendosa ta bëja sepse isha ajo që kisha dëshirë. Dhe ku ka më bukur të bësh atë që ti ke dëshirë, dhe t'ja dalësh. Do të bësh sukses. Vërtet, vërtet. Rikthehemi në teatrin e Vjenës. Kush është ai kërcimi, ajo partnerja që ty të lindi ajo kimia? Mendoj që në çdo gjë ka një kimi, ndodh një kimi. Patjetër. Kush këdo përmendje si një nga ato duetet që e krijon atë kimin perfekte, ose jo vetëm në ato duet, po ka një partner që ty të përgjigjet dhe është në sinkron me ty më shumë se të tjerët. Ka pasur disa, sepse edhe kimia duhet punohet me njëri tjetrin, duhet ta ndjesh njëri tjetrin që të krijosh atë lidhjen e fortë. Thuaj që vjen dhe në një farë mënyrë dhe me eksperiencën? Edhe me eksperiencën, po edhe me ndjesinë që ke ti ose tjetri që ndroni me njëri tjetrin. Por është ajo energjia që ose ndodh ose nuk ndodh. Edhe ka sigurisht ka pasur edhe momente ndryshme që nuk kanë ndodhur. Por ty të është dashur të futesh në rol edhe të performosh. Po edhe në rol, po edhe në favor timin, po edhe në favor të partnerës, që aq më shumë lidhemi me njëri tjetrin, aq më mirë është për ne të dy, sepse nëse funksionon kimia, aq më shumë funksionojnë dhe rolet, del arti më i natyrshëm, jo falso si ti. Të ndodh, ke krijuar feeling ndonjëherë me partnerën tënde? Feeling të skenës për Po pra, të ndodh, sepse baleti është patjetër që është një nga artet më të bukura, por që ti ke të bësh me një person, pra përfshihesh fizikisht, emocionalisht, për të realizuar atë koreografinë që ju keni marrë. Ka ndodhur që ke krijuar feeling për partnerën në skenë? Ndodh, normal, po ne ka qenë ne balerinat, ne jemi gjithmonë ditë për ditë në kontakt me femrat. Domethënë kapemi gjithandej edhe ndjenjat sigurisht që është një rol shumë i rëndësishëm. Është fiks, pra i shkon asaj për cilën po flisnim, ajo kimia që me dikë të ndodh më tepër se me dikë tjetër. Ndodh, por sigurisht edhe ato ndjenjat kanë kufi. Varet nëse do t'i kalosh kufit apo jo. Sigurisht. Domethënë kontrollohet, po është shumë e thjeshtë që ta lësh veten edhe çdo gjë ndodh pastaj. Partnerja jote është balerin apo jo? Partnerja gruaja, bashkëshortja me atë me cilën ti ke krijuar familjen, jeni një orë në skenë? Në skenë duke kërcyer. E shikon pra që kam të drejtë. Ka qenë, po nuk ka qenë domethënë vetëm ajo, ka qenë sepse ka pasur dhe veti tjera. Sigurisht, po. Ajo indicia e parë. Po sigurisht në lidhje me këtë që po thua, kimia funksionoi direkte pa u munduar me njëri tjetrin, pa pranuar, ishte diçka që ndodhi shumë natyrshëm, po, e vërtet. E shikon, ju sot keni 2 fëmijë të mrekullueshëm. Që unë e dija në fakt që ti ke 2 fëmijë, por nuk e dija që i keni moshë relativisht të rritur, kështu që djali më the... Djali është 10 vjeç, kurse vajza është 16. Si e shohin fëmijët profesionin tënd? Të mbështesin, vinë në përshfaqje, e thonë me krenari patjetër që ai është babi im, apo babi pas ka veshur streçe? Jo, në fillim. Jo, e pranojnë. Bile vajza ka qenë, e kemi marrë gjithmonë me vete në skenë, edhe kur shkonin në turne të ndryshme, e merrnin me vete edhe kur ne kërcenim, ajo rrinte anash kuintave dhe shikonte. Domethënë është rritur edhe një çik me skenë, pavarësisht se ajo nuk e ushtron baletin, sepse nuk është diçka që do ta vazhdoj, por i pëlqen. Plus edhe çuni, domethënë gjithmonë kur kam shfaqje unë, fillon, vjen, shikon shfaqjet. Në fillim më rrin kështu një çik, thotë të pash në skenë, pastaj fillon të mësohet derisa ta përfshihet që të mësoj që okay, babi është balerinë, merret është diçka normale. Do t'ishe i lumtur që fëmijët e tu ta vazhdonin baletin, apo nga ajo çfarë ti ke kaluar nga sforcët, nga disiplina, nga vetmohimi herë? Është shumë e vështirë, domethënë të gjitha ato mundimet që unë kanë kaluar, të gjitha ato sfilitet që kanë kaluar,
Nuk ja uroj fëmijëve, por nëse ata do të kishin shumë dëshirë ta vazhdonin, do i mbështesja patjetër. Sigurisht që do t'i mbështesja, duke qenë dhe mentori i tyre më i mirë. Ai që të tregon atë rrugën që ty ndoshta dikush nuk ta tregoi. Patjetër. Ti sot je më tepër koreograf apo balerin? Unë në moment i vazhdoj të dyja, pavarësisht se bëj më shumë krijime, po ka dhe faza që kërcej edhe më shumë. Janë dy gjëra që janë komplet ndryshe nga njëra tjetra, por që të lidhin me njëra tjetrën. Ndërveprojnë me njëra tjetrën. Kundër po, kërcimi është diçka komplet ndryshe nga ana ndjesisë, plus edhe koreografia ka një proces komplet ndryshe. Edhe sigurisht kur vetëm kërcen të merr çik madh të krijosh, kur vetëm krijon të merr çik madh të jesh në skenë, të japësh emocionet. Kështu që janë dy gjëra që unë kam fatin akoma që i bëj të dyja. Është vërtet fat edhe kam përshtypjen që ti inspirohesh nga të dy rolet, pra kur ti bën balerinin, ti inspirohesh nga koreografia. Dhe ana sjelltas, kur ti do të bësh një koreografi, sigurisht që do inspirohesh nga balerini, nga baleti. Po, vërtet është. Si e krijon në koreografit? Çfarë të inspiron? Po. Mund të jetë një temë, mund të jetë një kontekst, mund të jetë muzika, varet kush është impulsi i parë. Kam parë që shpesh herë koreografitë tua janë me tema sociale që shkojnë përtej artit, do thoja unë, pra përcjellin mesazhe. Po, shumë për mua personalisht shumë e rëndësishme që të ketë një kontekst, të ketë një dramaturgji brenda. Është shumë e rëndësishme sepse në fundit për mua nuk është shumë interesante të tregoj vetëm lëvizje në skenë, por është shumë e rëndësishme të tregoj ndjesitë, emocionet, edhe ato tregohen nëpërmjet lëvizjet, po nuk patë kontekst. Nuk arrin dot ta përcjellësh. Të kam ndjekur thash për efekte dhe të asaj çfarë unë kam vajzën në balet dhe kam një ndjeshmëri të shtuar për baletin, po edhe ka qenë ëndra ime shpesh herë. Dhe baleti, sidomos baleti klasik, është një nga ato gjëra që mua më frymëzon më shumë në jetë. Të kam parë që ti vjen shpesh herë dhe jep kontributin tënd si profesor tashmë, qoftë në shkollën e baletit apo qoftë duke vënë në skenë koreografitë tuat pranë teatrit, operës dhe baletit, dhe është një kënaqësi vërtet e veçantë. Dhe dëgjoj vajzën që thot her pas here, e thot me shumë qejf që sot kemi masterclass me Enën. Kështu që të jesh një model frymëzimi është përtej asaj çfarë ti bën, pra ti ke arritur ta transmetosh. Dhe i gjithë ai njohuritë tua, i gjithë eksperjenca, do vish dhe t'i vësh në shërbim të rinjve sot, që të krijojnë atë modelin edhe ti mësosh nëpërmjet artit tënd, është shumë e bukur. Është kënaqësi për mua, kënaqësi. Duhet jetë sfidë për ty, sigurisht që duhet vish nga Vjena për të qenë prezent, por për ne është një vlerë dhe një aset që të vish edhe ti shërbesh të rinjve këtu. Jo, vërtet është, nëse më jep mundësia, unë vi me kënaqësi, sepse është shumë e rëndësishme që edhe gjeneratat e reja që vinë të kenë eksperjenca, të mësojnë diçka, edhe nganjëherë duan një shtytje. Nganjëherë duan të mësojnë diçka që nuk e dinë, që të ecin edhe nga ana teknike, po edhe nga ana artistike. Edhe gjithmonë kur e kam mundësinë që të punoj me gjeneratat e reja, me shumë kënaqësi. Shikon atë diferencën nga gjenerata jote tek gjenerata sot, çfarë ka ndryshuar? Se shumë gjëra duhet të kenë ndryshuar, po në të bërit balet jam kurioze. Si qasen sot balerinët e rinj? Jo vetëm në Shqipëri, në përgjithësi, domethënë, shumë përqendrohen në anën teknike. Edhe kur përqendrohesh shumë vetëm nga ana teknike, humbet çik ana artistike, mënyrën e të shprehurit, emocionet. Edhe sigurisht që ana teknike duhet të jetë aty. Po ana teknike formohet në klasën e baletit, në prova. Po kur del në skenë, publiku, anën teknike nuk e kupton edhe shumë. Arrin ta transmetosh. Nëse ti nuk transmeton ndjenjat, emocionet, që edhe publiku ta ndjej aty që ti po tregon, po shpreh,
atëherë është shumë e vështirë. Kthehet në një mënyrë mekanike, robotike. Edhe publiku pastaj mërzitet, nuk është se nuk e shijon. Vjen të përjetoj diçka në teatr dhe shkon bosh, nëse nuk emocionet, ndjesia nuk është aty. Që është shumë e rëndësishme këto që ne jemi, që jo vetëm teknika të ushtrohet, por edhe nga ana e të shprehurit, emocionet. I gjithë arti. Po, se është shumë e rëndësishme. Edhe nga një herë, nëse ti anën teknike e ke dhe punon shumë nga ana artistike, ndihmon anën teknike të mos mendos shumë se si duhet i bësh, por në anën e emocioneve ti që ndjen, ana teknike ndodh natyrshëm. Edhe kamuflohet, edhe nuk kuptohet, është ajo që thej ti, që publiku nuk e di koreografin, publiku çfarë i vjen, çfarë ndjen. Do vetëm ndjenjat, emocionet, do të ndjej diçka. I transmeton. Po, shumë e rëndësishme. Kur bie ajo perdja mbas një shfaqje, që humbet dhe kontakti me publikun, që ke marrë ovacionet, dhe duart rokitjet, e gjithë ati mundi shfaqje që ti ke bërë, çfarë është ndjesia jote në atë moment? Si balerin, bosh. Sepse si balerin ne mundohemi, domethënë punojmë, kemi një proces shumë të vështirë, sepse mundohemi që të japim maksimumin për atë rol. Edhe kur vjen momenti që ne shfaqim rolin tonë në atë ditë, jemi 100% të ngarkuar nga ana emocionale, që ti japim publikut atë që meriton, ose atë rol që ai ta ndjej deri në momentin e fundit. Edhe sa mbyllet si pari, pastaj ne jemi bosh, sepse çdo gjë që ne kemi pasur brenda ja dham publikut. Pra, është një moment që si të zbrazur. Të zbrazur me moment melankolik pak, se je i zbrazur, po do ta pranosh. Shkon në shtëpi, flej gjumë, dita re, të sjell diçka më ndryshe. Këtë mendova në fakt. Wow, e bëm, ja dolëm, tani të shkojmë të shplodhemi, të shkojmë të flejmë, të shkojmë ku diun të bëjmë masazh, të relaksohem. Sigurisht që ndjehesh bosh, por ka edhe një lloj kënaqësie, sepse e di që ti ke dhënë maksimumin. E bëre, pra, ja dole. Ke dhënë maksimumin dhe ka një lloj kënaqësie, ndjehesh i kompletuar, sepse dhe ato emocione që ti ke punuar me muaj të tërë, edhe në atë ditë, edhe pavarësisht se e bosh, po je i kënaqur. Pra ti arrite qëllimin. Arrite qëllimin tënd, atë ditë që të shprehesh për publikun. Emocionet pafundme dhe ajo vetë kënaqësia që çdo gjëja vlen kur ti ja del, ja arrin dhe transmeton gjithë atë që patjetër. Ti ishe përgatitur për një kohë gjatë. Patjetër. E në gëzuar, e nëse na bërë shumë serioze, unë futa ku diun, futa s'ken tani atje. Në një botë tjetër. Isha spektatore dhe po shihja këtë shfaqjen tënde me shumë rigorozitet, virtuozitet, talente, gjitha me radhë. Gëzuar. Gëzuar. Kemi një pyetje. Po. Që po themi që është çik pyetje pikante. Okej. Me sa pashon ti do dojmë mbaj një qëndrim pak më çfarë do ishte kjo pyetje pikante, por nuk është ai që stafi i produksionit nuk ka bërë pyetje kaq që të vënë dy kaq në siklet. Po gjithsesi, ti do ta zgjedhësh njëra nga këto, pa çfat. Okej. Shpresoj mos të bjerë ajo që është jo pikante, po. Okej. Që do të nxjerrë djerës, do Po të marrim. Okej. Sa fiton një balerin? Okej, kjo nuk është shumë e vështirë. Varet. Se ti di që ne shqiptarët vdesin për të ditur pak. Po, tash varet. Për aktorët e dim sa fitojnë, për këngëtarët e dim sa fitojnë. Për balerinët nuk kemi fare informacione, sidomos për një solist balerinë vjen. Në përgjithësi, po e them këto, në përgjithësi jo mjaftueshëm. Për lodhjen dhe për mundin që... Për lodhjen, për mundin që ne kalojmë, jo vetëm në Vjenë, por në të gjithë, themi, botën, balerinët nuk pagohen ashtu siç e meritojnë. Më bëre pak të trishtuar. Prisja që balerit ishte më i vlerësuar, të paktën jashtë. Duhet ishte më i vlerësuar, bile ka tek e tuk që edhe mundohen, po në përgjithësi është gjithandej është më pak i vlerësuar se s'duhet, sepse mundimi që ne bëjmë
Ne jemi nga mëngjesi deri në darkë pak a shumë, merremi me trupin ton, plus edhe nga ana artistike japim shumë vlerë artit, edhe është diçka që është shumë e mundishme. Ne hymë me ditë edhe dalim me natë. Kështu që kjo duhet vlerësuar edhe më shumë. Jam shumë dakord. Ky episod u mundësua nga Fix Pikal dhe Shkrela Olive Oil.